Investigimi Media 60 mbi ndërhyrjet në rrjetin e ujësisë kanalizime Tiranë, pranë kantierit Komuna Building, në rrugën Skënder Luarasi, sjell dokumente të reja që bëjnë rastin më të rënd nga sa ishte planuar fillimisht nga ujësisë kanalizime Tiranë. Në përgjigjen e parë zyrtare, UKT e drejtuar nga Flowers Shoshi konfirmoi se kompania TD & Partners në pronësi të Dajlan Avdias dhe Glendi Avdi kishte dëmtuar rrjetin e shpërndarjes së furnizimit me ujë dhe se ndaj kompanisë ishte vendosur një masë administrative. Institucioni nuk tregoi vlerën e gjobës dhe as nuk vinte në dispozicion dokumentet mbi të cilat ishte marrë kjo masë. Pas kërkesave të Media 60 dhe përfshirjes së komisionerit për drejtën e informimit, administrator Shoshi ka dorëzuar akt konstatimin dhe proces verbalin mbi kundërvajtjen administrative me numër 00018339. Në përgjigjen e të datës 24 gusht, UKT-ja sqaron gjithashtu se nuk ka kryer asnjë shpenzim për riparimin e defektit dhe se të gjitha kostot janë mbuluar nga TD & Partners SHPK. Por dokumentet e dorëzuara zbulojnë një fakt që nuk është bërë i qartë më parë. Në akt konstatimi numër 001204, shkelja është shënuar si ndërhyrje e palishme në rrjetin kryesor të ujësisë dhe kanalizimeve, ndërsa pranë saj është shënuar dimensioni 65. Pra nuk kemi vetëm një defekt të zakonshëm të shkaktuar gjatë gërmimeve, por një ndërhyrje që vetë Task Forca e ujësisë kanalizimeve Tiranë e ka klasifikuar si të palishme në rrjetin kryesor të ndërmarrjes publike. Në proces verbal administrativ, situata bëhet edhe më e qartë. Pas rikontrollit, punonjësit e UKT-s kanë shënuar se TD & Partners SHPK ka dëmtuar tubacionin UKT 65, ndërsa në fund të dokumentit është vendosur gjoba prej 50.000 lekësh ndaj kompanisë. Kjo shumë nuk ishte bërë publike në përgjigjen e parë të UKT-s, edhe pse ndërmarrja kishte konfirmuar ekzistencën e gjobës. Por dokumentet hapin edhe një çështje tjetër. Në këtë akt konstatim, Task Force i ngarkon kompanisë detyrën për rikthimin e situatës, ndërsa Flowers Shoshi konfirmon se vetë kompania e Dajlan Avdias dhe Glendi Avdit ka mbuluar të gjitha shpenzimet e riparimit. Fakti që kompania që shkakton dëmin paguan riparimin nuk përbën në vetvete problem. Megjithatë, çështja ndryshon kur dokumenti zyrtar thotë se kemi të bëjmë me rrjetin kryesor të ujësisë kanalizime Tiranë. Vetë UKT e ka konstatuar ndërhyrjen si të palishme në rrjetin kryesor. Mbetet e paqartë se me çfarë autorizimi teknik është kryer më pas riparimi nga njëjta kompani dhe kush e ka verifikuar dhe kontrolluar punën. Dokumentet e bëra publike deri tani nuk tregojnë projektin e riparimit, urdhrin e punës, mbikëqyrjen apo aktin me të cilin UKT ka marrë në dorëzim tubacionin pas ndërhyrjes. Pra lind një çështje thjesht, kush e autorizoi riparimin dhe kush e kontrolloi ata. Rasti merr edhe më shumë peshë kur ndërhyrja në rrjet krahasohet me përmasat e gërmimeve të projektit Komuna Building. Në dokumentin e mbledhjes së Këshillit Kombëtar të Territorit, projekti TD & Partners është miratuar si godim banimi dhe shërbimi 22-23-24 kate me 5 kate parkimi nën tokë. Në dokumentacionin afishuar në kantier dhe të verifikuar në terren nga Media 60, objekti paraqitet me 6 kate nën tokë. Kështu, krahas dëmtimit të rrjetit kryesor, del edhe një mospërputhje mes dokumentit të KKT-s dhe të dhënave që shfaqen në kantier. 5 kate nën tokë me miratimin e Këshillit Kombëtar të Territorit dhe 6 kate në dokumentin e terrenit. Kjo nuk provon vetvetiu se është ndërtuar një kat nën tokë pa leje, por diferenca duhet sqaruar, sidomos për një objekt ku punimet e thella në toksore kanë prekur një tubacion në rrjetin kryesor të ujësisë. Në fakt, UKT në dokumentacionin e vet i referohet një leje me numrin 111 fraksion 7, datë 14 maj 2026, ndërsa projekti Komuna Building ishte miratuar në KKT më herët. Për këtë arsye, duhet bërë publike edhe përmbajtja e këtij akti për të kuptuar nëse ai ka ndryshuar projektin fillestar dhe nëse pikërisht aty është autorizuar kalimi nga 5 në 6 kate nën tokë. Ky detaj është i rëndësishëm edhe për një arsye tjetër. Sa më i thellë të jetë gërmimi, aq më rëndësishme bëhet njohja paraprake e infrastrukturës në toksore dhe koordinimi me administratorët e rrjeteve publike. Në këtë rast, rezultati është tashmë i dokumentuar se Task Forca e ujësisë kanalizimeve Tiranë ka konstatuar ndërhyrje të palishme në rrjetin kryesor dhe dëmtim të tubacionit 65. Media 60 kishte filmuar më herët në kantier tubacionet e mëdha të nxirra nga toka, ndërsa banorët e zonës kishin raportuar kufizime të furnizimit me ujë gjatë periudhës së punimeve. Dokumentet e reja tani i japin një bazë zyrtare asaj që deri më parë ishte vetëm e dukshme në terren. Tabloja tashmë është më plot pasi TD & Partners SHPK e Dajlan Avdias dhe Glendi Avdit është zbuluar nga UKT se ka ndërhyrë në mënyrë të palishme në rrjetin kryesor. Ka dëmtuar tubacionin 65, është gjobitur me 50.000 lekë gjob dhe më pas ka mbuluar vetë shpenzimet e riparimit. Ndërkohë, projekti paraqitet me 5 kate nën tokë në dokumentin e KKT-s dhe me 6 kate në dokumentacionin e kantierit. Ajo që duhet të sqarojë UKT e drejtuar nga Flowers Shoshi është mënyra se si është riparuar rrjeti dhe si është kontrolluar puna, ndërsa institucionet e territorit duhet të sqarojnë një çështje tjetër, cili dokument autorizon 6 kate nën tokë që paraqiten në kantier. Në kërkesën për informacion, redaksia Media 60 ka kërkuar vlerën e shpenzimeve për dëmin që është bërë rrjetit të ujësisë, por administratori Shoshi nuk bën publike vlerën e dëmit. Paqartësia ashtu edhe nga fakti se vendimi i plot dhe dokumentacioni shoqërues i projektit nuk rezultojnë të publikuara në faqen e Agjencisë së Zhvillimit të Territorit, megjithëse nga miratimi ka kaluar më shumë se një vit. Në një kantier ku punimet në toksore kanë përfunduar me dëmtimin e rrjetit kryesor të udhëheqësit, kjo diferencë nuk është një udhëheqës që mund të kalojë pa shpjegim. Media 60 i bëri një kërkesë për informacion Agjencisë së Zhvillimit të Territorit në lidhje me vendimin e papublikuar dhe ndërhyrjen e kompanisë private në sistemin kryesor të ujësisë të Tiranës. Por deri në publikimin e këtij materiali, institucioni që drejtohet nga Adelaida Roka nuk pati asnjë reagim për redaksin. Ju pëlqeu kjo video? Atëherë bashkohuni me ne. Na ndiqni në Instagram, Facebook dhe TikTok dhe bëni subscribe në YouTube.
Klikoni like dhe share dhe aktivizoni njoftimet për të mos humbur asnjë video të re. Faleminderit për mbështetjen.